Duke u përqafuar. Po çfarë mendoni ju që ishte gjithë kjo skenë? Mendimet e juaja mund të na tregoni në komente. Video në plot kësaj çka e tha, e gjeni të demantim, unë e mora veç pjesë sepse më interesoi veç kjo pjesë. Pse më interesoi veç kjo pjesë? Unë mendoj që duke qenë politika temë që nuk është duke mbizëntru në vend dhe shoqër se jena lodh prej politikës, dhe duke qenë që moderatorët e ndryshëm dhe analistët e ndryshëm kanë filluar me ra në mënyrë masive në klikime dhe kjo i dëmton financiarisht, krijohen skenarë të tillë ku dhona prezantohet në publik dhe bëhet çështje diskutimi, sepse ma interesant është me pas klikime se sa me mbrojt moralin etik, karakterin e shumë gjëra tjera, për aq kohë sa bin klikime dhe bin përfitime. Nuk besoj fare që ka qenë aq i nxehtë, aq i guximshëm, aq ku me ditë kush Berat Buzhala, aq i me sulmu dikon, po është këtë skenar dhe ja kanë dalë se po përflitet për atë pjesë.